Në ditën e dytë të qëndrimit në Kosovë, afaristët gjerman qëndrohen edhe në komunën e Podjevës, ku njohen me zhvillimin ekonomik të komunës si dhe me synimet për dinamizimin e zhvillimit, sidomos me tërheqjen e investitorëve të jashtëm. Në këtë rasht, kryetari i komunës Agim Veliu foli edhe për mundësitë dhe lehtësimet që ofron kjo komunë për bizneset, duke theksuar se bujqësia dhe turizmi janë fushat që ofrojnë mundësitë më të mëdha zhvillimore. Po duke pas parasysh që komuna e Podjevës edhe me strategjinë e zhvillimit ekonomik lokal është e orientuar ka zhvillimi i sektorit të bujqësisë edhe të turizmit, interesimi i tyre pas prezantimit tim për profilin e komunës ishte kryesisht në këto dy sektor, po ashtu një interesim i madh i tyre ishte edhe për sa i takon prodhimit të mjedrës, që komuna e Podjevës tashmë ka avansue në këtë aspekt edhe është komuna lidere në Kosovë. Gjatë këtij takimi, afaristët gjerman të fushave të ndryshme të biznesit treguan interesim për mundësitë e investimeve në këtë komunë, e sidomos me lehtësimet që ofrohen nga drejtuesit komunal për bizneset. Kosova është e hapur për investitorët e jashtëm. Përveç kufirit, çdo gjë është në rregull. Unë dëgjova sot këtu për mundësinë e regjistrimit të biznesit brenda një dite, dhe mund të them se në Gjermani dhe në shumë shtete tjera kjo kërkon shumë kohë. Këtë vizitë e organizoi Unioni i Bizneseve Shqiptare në Gjermani. Ne kemi marrë me këtë delegacion nga Berlini, nuk janë gjithë nga Berlini, po edhe nga gjitha anët e Gjermanisë. Ne krye me kryetarin e Odës Ekonomike të Berlinit, që kemi një kënaqësi që na përkrah dhe Oda Ekonomike e Berlinit, kështu që kuftuar që të vinë të shohin Kosovën, të shohin senet personale se si është Kosova dhe çfarë mundësish ofron. Këta janë shumë kënaqur me gjitha pritjet deri më sot. Gjatë qëndrimit 2 ditor në Kosovë, delegacioni e afaristëve gjerman është prit edhe në Ministritë për Bujqësi, për Zhvillim Ekonomik, Tregti dhe Industri, si dhe në Ministrinë e Finansave, ku janë informuar për mundësitë që ofron Kosova për investitorët e huaj, e sidomos për lisitë dhe mundësitë që hapen me miratimin e ligjit mbi investimet strategjike. Mysafirët nga Gjermania vizituan edhe disa kompani të agrokompleksit kosovar.